Jessica, adesso fare prego. Siamo in una Secondo me Përshëndetje për të gjithë, edhe sot në balotazh, pra në rundin e dytë është ditë po aq e rëndësishme sa rundi i parë i zgjedhjeve, sepse qytetarët tanë sot përfundimisht vendosin jo vetëm se kush do t'i udhëheqë komunat ku ata jetojnë, por në të njëjtën kohë vendosin për një ardhmë më të mirë për fëmijët tanë, vendosin për shumë mundësi për komunat ku ata jetojnë. Rrjedhimisht shpresoj që secili prej qytetarëve me të drejtë vote do ta shfrytëzojë këtë drejtë dhe do dalë sot në votime. Kosova ka demokracinë më të fortë elektorale në rajon dhe kjo është pikërisht për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve tonë në votime, për shkak të rregullsisë së proceseve zgjedhore dhe për shkak se gjithnjë organizojnë zgjedhjet e lira e demokratike. Jam besim plot se edhe dita e sotme do të jetë e tillë. Pra do të organizohen zgjedhje të lira e demokratike ku secili qytetar do ta shfrytëzojë të drejtën e vet kushtetuese për të vendosur për komunën ku jeton, për shërbimet cilat i ofrohen dhe për mundësi më të mira për të gjithë. Ju falenderoj edhe juve si media që si gjithnjë jeni në krye të detyrës dhe do t'i përcjellni sot këto zgjedhje të cilat janë të rëndësishme nga shumë kënde, por mbi të gjitha për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve tonë dhe për shkak të leadershipit që ata do ta zgjedhin për të vendosur për të ardhmen e tyre. Ju faleminderit për natë. Këto janë dy procese komplet të ndara, natyrisht që zgjedhjet komunale, zgjedhjet lokale në Kosovë nuk kanë ndikim në proceset në nivel nacional në të cilat po kalojmë. Proceset në nivel nacional janë duke u zhvilluar në përputhje të plotë me kushtetutën e vendit dhe do të shohim në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë. Megjithatë, çka është me rëndësi është që Kosova në çdo palë zgjedhje tregon maturi, tregon se respektohet qytetari, tregon se respektohet të drejta e votës. Prandaj jo vetëm që këto rezultate në zgjedhjen lokale apo vetë organizimi i tyre nuk kanë ndërlidhmëri me zgjedhjet nacionale, po edhe zgjedhjet nacionale, kurdo që do t'i kemi ato, sepse kjo do të mvaret nga partitë politike që përfaqësohen tani në kuvend, jam e bindur që do t'jenë edhe një gur më shumë mbi këtë kaluan e demokracisë që e kemi ndërtuar përgjatë shumë viteve. Unë jam shumë krenare me qytetarët e Kosovës, të cilët janë kontribuesit kryesor për zhvillimin e demokracisë në vend. Faleminderit juve.